flasim ajo që është reale. Këtu tash po themi gjërat që janë konkrete. Jo ato çfarë do analizojmë, por ato që janë konkrete. Dhe në konkrete është kjo. Që ti merr një njeri, e sjell këtu, unë ju thash, mos e prezantoni se do vi puna, do vi bumerang. Dhe realisht i ra bumerang. Çfarë përgjegjësi e mban Lasi Vita që nuk fitoi Partia Demokratike zgjedhjet? Lasi Vita është dukur, por tani PD-ja dhe Berisha po mbajnë masifie bari tek një urim që ambasada e Shtetet e Bashkuara bën për zgjedhjet për popullin, jo për Ramën. Pra, a ka shpresë PD-ja më nga Amerika? Ç'a duhet pres andaj? Atëre, Amerika bëri si rrallë në 35 vjet, nuk ka bërë ndonjëherë një urim të tillë. Hera parë që Amerika uron popullin shqiptar për pjesëmarrjen në zgjedhje, një e para, dhe për votimin që bën. Por kjo ishte një deklaratë e cila për mua, si shoh unë, është një deklaratë për të dy krahët. Nuk është vetëm për Ramën. Unë kështu e shoh. Që nuk është një deklaratë që godet vetëm Ramën. Po të ishte deklaratë që ishte në krah të opozitës, minimalisht do thoshte urime popullit shqiptar dhe zgjedhjet të cilët u manipuluan apo u vonë, por populli që e gjen ata në mënyrë diplomatike ta thonë, domethënë. Por realisht nuk ka absolutisht asnjë lloj deklarate. Dhe unë e kam thënë, nëse Amerika nuk e certifikon zgjedhjet, këtu ka një problem të madh. Sepse të gjithë deputetët, se këta kapen gjithë tek emri Berishës. Dhe nuk shohin që të gjithë deputetët janë inexistent. Nuk kanë asgjë. Supozojmë marrë edhe pjesën e partive të cilët ishin koalicion. Pa ndonjë parti tjetër ju që të dalë dhe të tankohet për zgjedhjet e për absolutisht asgjë. Ju do thoni që ne nuk dim akoma emrat e 25 partive. Dakord, edhe kjo është. Por realisht asnjë nuk del. Asnjë nuk ka dalë, nuk shoh parti të tjera të dalin edhe të tregojnë, edhe të denoncojnë zgjedhjet. Mirë, po denoncimi i zgjedhjeve është ajo lagë sot e rrua e mot. Që do të thotë që dhe Europa thotë do vim ne nga vera tjetër, e 2026 do vim ne për kontrollin e zgjedhjeve, etc. Qa vlerë ka? A do certifikohen të zgjedhje? Kjo varet pastaj nga ato që... Se ju mendoni që akoma nuk janë certifikuar nga Shtetet e Bashkuara? Jo, në mënyrë absolute jo, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kësaj radhe unë dyshoj shumë që po shohin të gjithë lëvizjet që po bëjnë këta, dhe dyshoj shumë që do të certifikojnë zgjedhjet e 2025, se dyshoj shumë në këtë, nga gjithë qëndrimet dhe politikat që po bëjnë, sepse mos harrojmë, nuk është vetëm një mesazh që ka sjellë Amerika, por ka sjellë 3 mesazhe ambasada amerikane. Dakor, por kur do jetë kjo, çfarë po pret Amerika? Po pret që me që u hap edhe një herë qarku Tiranës të rinumërohet, çfarë po pret? Jo, po pret spakun. Se kuptoj, ku? Po pret spaku, po pret arrestimet. Keni të bindur. Po pse një drejtor ose një ministër do vendos? Nuk diskutojmë për një ministër. Diskutojmë shumë më lart se sa një ministër.